شفتي ياما ناس مناها تعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عاش عيوننا حد مش شايفه لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله Ti shkëlqen si t'jellin qel Ti e gëzon çdo musliman Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Ti e gëzon çdo musliman Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Në akşam sa gzimi madh Shtrohet sofra për iftar Muezzini thret ezan Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Muezzini thret ezan Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman E ke një natë shumë e vler është sa një muaj tjer Lumë që t'pritëm mu I madhe I mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Lumë që t'pritëm mu I madhe I mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin الذي أرسله الله تعالى بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من عند ربه أما بعد
Falënderimi dhe madhërimi i takon Allahut fuqiplot, atij që na krijoi, atij që na udhëzoi dhe atij që zgjodhi që ne të jemi pjesëtar të kësaj feje madhështore. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë atij që Allahu fuqiplot dërgoi mëshirë për botrat, ndërmjetësuesi për besimtarët, edukues si dhe udhëzues drejt rrugës së vërtetë. Të nderuar, më lejoni në fillim të u përshëndet të gjithëve me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Xhamati i nderuar, teleshikues të nderuar, padyshim do duhej që në përcjellje të këtij muaji të madhështor ne të ndalemi në disa stacione, të cilat padyshim se për besimtarët janë të dhimbshme dhe janë të mërzitshme nga një aspekt, por nga ana tjetër janë edhe përgëzuese për ata të cilët kanë ditë këtë muaj të bekuar të shfrytëzojnë. Para pak ditësh, shumë besimtar u gëzuan që ky muaj i bekuar po vjen. Po vjen muaj i mëshirës, vjen muaj i faljes, vjen muaj i shpalljes, por ja që shumë shpejt kaloi ky muaj dhe tani po të njëjtit besimtar kanë filluar që të mërziten, kanë filluar që të pikëllohen dhe kanë filluar të mendojnë mbi një fakt se vallë, a thua, nga kjo sezon e volitshme, nga ky muaj plot begati dhe mirësi, a thua çka kanë arritur që të marrin, me çka kanë arritur që të përfitojnë nga vlerat, dhe a thua kanë arritur që ta fitojnë atë shpërblim që Allahu fuqiplot u ka premtuar atyre. Nuk është për të u habitur që muslimanët në këto ditë të fundit të muajit të bekuar t'i kenë këto ndjenja, nga se edhe vetë ashabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam në përcjellje të këtij muaji të bekuar i ndjenin po të njëjtat ndjenja dhe pikëlloheshin për përcjelljen e këtij musafiri të ndershëm, për përcjelljen e këtij muaji madhështor. Të shumt ishin ata ashabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët thonin se ku janë ata të pranuarit nga ana e Allahut fuqiplot, e që ne të i përgëzojmë të u japim miqde për shpërblimet e mëdha të cilat i kanë fituar, dhe ku janë ata të refuzuarit, e që ne të i ngushëllojmë për atë fatkeqësinë e cila i ka kapluar. Padyshim vëllezër të nderuar, ky muaj i bekuar për disa është përgëzim, kurse për të tjerët është një fatkeqësi dhe një kob. Është përgëzim për ata të cilët kuptuan realitetin e këtij muaji, kuptuan mirësitë të cilat i solli ky muaj, kuptuan dobit me të cilat erdhi ky muaj, kuptuan mesazhet të cilat i solli me vete ky muaj, dhe është një fatkeqësi, është një kob për ata të cilët realisht menduan se qëllimi i këtij muajit është vetëm se që të i privon nga ushqimi, nga pija dhe nga ngrënja. Dhe padyshim se si të tillë nuk kanë patë rastin që të zhyten në urtësitë hyjnore të këtij muajit madhështor. I nderuari vëlla, e nderuara motër, a thua ne arritëm që në këto ditë të cilët i përcollëm, po edhe në këto ditë të pakta të cilët na kanë ngelur, të i kuptojmë ato mësime me të cilat Allahu fuqiplot dëshironte që të na mëson, të i kuptojmë ato udhëzime me të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam dëshironte të na përmison, nga se muaji i Ramazanit, ashtu siç kemi ndigjuar, ndoshta ligjërata të shumta, është rasti më i volitshëm që njeriu të përmisohet, që njeriu të ngritet, që njeriu të edukohet, që njeriu të bën një revolucion, por pa dhunë, që njeriu të përmison shëndetin e tij, por pa operacion, që njeriu të pajiset me të gjitha ato vlera të cilat i nevojiten për të qenë njeri me plot kuptimin e fjalës, nga se Islami, feja jon madhështore,
jetës së njeriut i dha kuptim, jetës së njeriut i dha qëllim. Për atë edhe ne, nëse do të kthehemi në disa prej porosive, po edhe mësimeve të Ramazanit, do të kuptojmë se ky muaj madhështor dëshiron që të na pajis me të gjitha ato veti, me të gjitha ato virtyte të cilat do të ndikonin që ne të ndërtohemi, që ne të bëhemi musliman të suksesshëm. Për të qenë musliman i suksesshëm, padyshim vëllezër të nderuar, ne duhet kuptuar se ne duhet caktojmë qëllime në jetën tonë. Ashtu siç ne gjatë muajit të Ramazanit për qëllim tonin kishim që të sakrifikojmë në këto ditë të nxehta, duke u larguar nga ushqimi dhe pija për një qëllim, e ajo është arritja e kënaqësisë së Allahut dhe xheneteve të Tij. Mos haro besimtar i nderuar se edhe pas Ramazanit ne jemi të ftuar që të posedojmë qëllime të pastra për jetën tonë. Nga sa Allahu fuqiplot thot: "E fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Vall, apo mendoni se ne ju kemi krijuar pa asnjë qëllim dhe se ju tek ne nuk do të ktheheni përsëri? Pra, nga ky ajet kuranor kuptojmë se çdo besimtar e ka për obligim që të ketë qëllime të pastra të caktuara për jetën e tij, qoftë në sferën e jetës së tij individuale, asaj kolektive dhe asaj fetare. Pra, le të cakton çdo kush nga ne se vallë cili është qëllimi, cila është forma me anë të cilës ai do të arrijë që ta ndihmon këtë fe madhështore dhe me anë të cilave qëllime ai do të arrijë që të fiton shpërblimet e Allahut fuqiplot. Nëse pas daljes nga Ramazani, ne vëllezër të nderuar, kthehemi në një anarki, kthehemi në një çoroditje, kthehemi në një jetë pa qëllime, të jeni të bindur se ne nuk kemi arritur që të i përfitojmë ato virtyte, ato mësime dhe ato mesazhe të cilat besimtarin e bëjnë që të jeton për qëllime të caktuara, që të jeton për një mision të caktuar dhe që të ketë një vizion të caktuar. Allahu fuqiplot në ajet kuranor thot: "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin, wama uridu an yut'imun." Njerëzit dhe gjinët nuk i kam krijuar për vetëm se për një qëllim, që të më adhurojnë, nga ata nuk kërkoj furnizim dhe nuk kërkoj ushqim dhe pije. Pra, vëlla i nderuar dhe motër e nderuar, dije se pas Ramazanit, nga ty kërkohet që të kesh qëllime të caktuara për jetën tënde individuale, qoftë në aspektin arsimor, në aspektin zhvillimor, ekonomik, por mos haro se edhe zhvillimi yt arsimor, edhe ngritja yte ekonomike, po edhe zhvillimi i kapaciteteve tua njerëzore, që të gjitha këto duhet të vendosen në shërbim të qëllimit të lartë për të cilën jeton muslimani, e ajo është adhurimi i Allahut fuqiplot. Nga se të shumt janë ata të cilët mendojnë se Islamin mund të ndihmohet, për Islam mund të punohet vetëm se në momentin kur gjindemi në xhami. Por vëllezër të nderuar, Islami një koncept të tillë mbi Islamin nuk e pranon. Islami e konsideron adhurimin tënd ibadet, Islami e konsideron arsimin tënd ibadet, Islami e konsideron zhvillimin tënd profesional ibadet, Islami e konsideron ngritjen tënde ekonomike ibadet, nëse ajo ekonomi është ngritur me halal dhe është shpenzuar për halal. Një prej qëllimeve tjera të cilat dëshiron Islami të i thellon, të ingulis në personalitetin e muslimanit, është edhe ajo se gjatë Ramazanit
Ramazani dëshiron dhe insiston që tek ne të mbjell prirjen për të qenë të disiplinuar, prirjen për të qenë të organizuar, prirjen për të vepruar në mënyrë sistematike, për të u larguar nga anarkia, e cila për fat të keq më së tepërmi gjendet tek besimtarët. A nuk ishin fillimi i Ramazanit një formë e organizimit dhe disiplinimit të muslimanëve? A nuk ishte iftari një moment i cili tregon se si din të disiplinohen muslimanët dhe se si din të organizojnë jetën e tyre muslimanët? Nëse gjatë 30 ditëve të plota ke ditë që të jesh i disiplinuar dhe të veprosh mbas të kërkesave të Allahut dhe porosive të pejgamberit, parashtrohet pyetja se vallë, çka është ajo që të bën që pas Ramazanit ti të i nënshtrohesh, të i dërzohesh një anarhie, një çrregullimi dhe të mendosh se veprimi yt në mënyrë organizative për Islam, veprimi yt në mënyrë precize dhe të disiplinuar nuk është të kërkesë islame? Një prej mesazheve tjera është ajo se Ramazani, vëllezër dhe motra të nderuara, tek ne kultivoj ndjenjen e vetbesimit, se ne jemi të gatshëm të shtypim nefsin ton, se ne jemi të gatshëm të avansojmë aspektin shpirtëror, se ne jemi të gatshëm për hir të Allahut fuqiplot, ti dërzohemi kërkesave të ti dhe të largohemi nga ndalesat e ti. Të largohemi edhe prej ushqimeve halal, të largohemi edhe prej pijeve halal, edhe në këtë mënyrë të formojmë një bindje të plotëse. Pas Ramazanit ne mundemi që të jetojmë si musliman, duke i konsumuar të gjitha ushqimet halal, duke i konsumuar gjitha pijet halal, duke i nënshtruar kërkesave të Allahut, të cilat kërkojnë prej neve një jetë në kornisë të halalit. Por parashtrohet pyetja se a thua mund të konsiderohen të pranuar në agjërim, apo agjërimi i tyre i pranuar ata njerëz të cilët me padurim kanë pritur të kalon Ramazani, me një qëllim se i kanë rezervuar vendet e tyre në pushimore të ndryshme në përdeti, në vende ku për fat të keq nuk ka as pak respekt ndaj ndalesave të Allahut fuqiplot. A thua mund të jetë Ramazani i pranuar i një muslimani i cili gjatë Ramazanit është larguar nga alkoholi, është larguar nga ndoshta të themi gjërat haram dhe mezi pret që të kalon Ramazani dhe më pastaj të kthehet përsëri në pijet alkoholike, të kthehet në një jetë të shfrenuar, të kthehet në një jetë të degeneruar. Padyshim vëllezër të nderuar, një Ramazan i tillë dhe një agjërues i tillë duhet të jetë shumë i kujdesshëm se qasja e tij pas Ramazanit tregon se ai për fat të keq nuk e ka kuptuar mesazhin e Allahut fuqiplot, i cili ka dashur që tek ai të krijon, të kultivon ndjenjen e vetbesimit dhe forcën për të u thënë jo harameve pas Ramazanit, për të u thënë jo gjërave të ndaluara edhe pas Ramazanit. Nëse në këtë muaj dhe ky muaj kërkon të prej neve që ne të kemi një jetë të balansuar, duke e avansuar shpirtëroren në disfavor të asaj materiales, edhe pse ne me komoditetin dhe standardet e larta të cilat i kemi, pothuajse fare nuk e kemi ndje etjen dhe urin, se edhe syfyri i ynë, po nga ana tjetër edhe iftari i ynë ka qenë aq i begatshëm sa që etja dhe uria për ne ndoshta nuk është të vërejtur fare. Por përsëri, me anë të adhurimeve të shumta, me anë të leximit të Kur'anit, për kujtimit të Allahut, ligjëratave, ne kemi arritur gjatë këtij muajit të avansojmë shpirtëroren dhe ta kontrollojmë materialen. Parashtrohet pyetja se pas kalimit të Ramazanit, ana shpirtërore sa do të ketë
konsiderat të këti. Sa do t'i japsh rëndësi, sa do t'a kultivojsh, mos val do t'a harojsh fare, nga se nëse haron fare, kjo a di qka do të nënkupton, kjo mund të nënkupton se jeta yte dhe ardhmëria yte është në rrezik, dhe se ti me kalimin në muajin e Ramazanit dhe me daljen prej muajit të Ramazanit nuk ke arritur të ndryshosh në aspektin moral, në aspektin shpirtëror, dhe nuk ke arritur të akumulosh atë energji e cila të bën që të qëndrosh, që të jesh permanent në adhurimin e Allahut edhe pas Ramazanit. Vëllezër të nderuar, do t'i sjellim disa shembuj. Nëse një i sëmur detyrohet për shkak një sëmundje të shkon në një institucion shëndetësor dhe gjatë qëndrimit atje merr barna medikamente dhe terapi të ndryshme, por pas qëndrimit apo thuajse posa që të del nga ai institucion shëndetësor dhe pas trajtimit mjekësor e vërejnë se po të njëjtat simptomet të sëmundjes i kthehen, ne çka mund të konkludojmë? Mund të konkludojmë se ky njeri nuk ka ndryshuar, ky njeri nuk është shëruar dhe se imuniteti i këtij njeriut është aq i dobët sa që të gjitha trajtimet shëndetësore, të gjitha medikamentet, të gjitha terapit nuk kanë arritur që ati t'ja kthejnë imunitetin dhe shëndetin e tij. Ata besimtar të cilët kanë qenë larg Allahut, ata të cilët kanë qenë larg namazit, ata të cilët kanë qenë larg Kur'anit, ata të cilët kanë qenë, ata motra që kanë qenë larg Islamit dhe normave islame, dhe në Ramazan kanë filluar që të freskohen me freskin e muajit të Ramazanit, të ndjejnë një freski në shpirtrat e tyre, të fillojnë të ngriten në moralin e tyre, të fillojnë të praktikojnë rregullat islame. Por nëse do të ndodhë që me njëherë sa të kalon Ramazani e fillojmë jetën e para Ramazanit, dijeni se trajtimi i Ramazanit, dijeni se medikamentet shpirtërore, dijeni se terapit shpirtërore të cilët i kemi marrë gjatë Ramazanit, që të gjitha nuk e kanë pat efektin e duhur tek një besimtar. Pra duhet të kemi kujdes se vallë pas Ramazanit si është halli jon, si është gjendja e jon dhe se çka veprojmë. Nëse vazhdojmë me qëndrueshmëri, me fuqi të kryejmë namazin, të praktikojmë rregullat islame, të veprojmë për ngritjen e Islamit, këto janë simptomet të cilat dëshmojnë se tek ne Ramazani ka ndikuar. Por nëse ndodh e kundërta, atëherë dijeni se mund të jemi prej atyre për të cilët pejgamberi alayhis salam ka thënë të dështuar, të poshtër qofshin ata të cilët hyjnë në muajin e Ramazanit dhe kalojnë plot 30 ditë duke ndigjuar ligjërata, duke lexuar Kur'an, duke agjeruar dhe më pastaj atyre Allahu nuk u fal mëkatet dhe pas faljes së mëkateve nuk ndryshojnë hallin e tyre pas Ramazanit. Do t'u sjellim një shembull tjetër. Çdo kush nga ne sot ka celularin e vet dhe pothuajse për çdo ditë detyrohet që ta mbush baterinë e celularit të vet. Por nëse pas një mbushje 5-6 orëse të celularit dhe mobilit tënd ndodh ajo që kur ta marrësh celularin tënd dhe mobilin e vëren se bateria nuk është mbushur, atëherë do të konstatojsh që ose bateria e celularit është e prishur, apo mbushësi është i prishur. Por dijeni se
nuk mundet që Ramazani mos të lënë ndikim në jetën e besimtarit. Nuk mund që Ramazani mos ta përmison një besimtar. Nuk mund që Ramazani mos të shkakton ndryshime në sjelljen e një besimtari. Ajo që mund të ndodh është që bateria, zemra e një besimtari dhe besimtare të jetë aq e prishur që për plot 30 ditë mbushje shpirtërore mos të ndikojnë tek ai dhe tek ajo dhe pas kalimit të Ramazanit të vërejmë se ai besimtar që pothuajse 5 kohë namaz i falte në xhami që të gjithat i braktisi në ditën e Bajramit. Po bile edhe shkon dhe regjistron veten në ato gëzime, në ato ahengje ku disa pre atyre të cilët nuk e kanë kuptuar mesazhin e Ramazanit, shkojnë për të festuar në mënyrë të qoroditur, në mënyrë jo të hishme, gjë që tregon se ata nuk kanë kuptuar mesazhin e Ramazanit. Një prej mesazheve të Ramazanit ishte edhe ajo që neve si besimtar të na ndihmon që të ngjallim të gjitha ndjenjat, të cilat njeriu e bëjnë njeri, ndjenjën e solidaritetit, ndjenjën e humanitetit, ndjenjën e njerëzillokut, nga se pa këto ndjenja njeriu nuk meriton epitetin e të qenurit njeri. Por vallë, vëllezër të nderuar, a thua Ramazani i ngjalli këto ndjenja tek ne, ashtu siç ndikonte t'i ngjall tek pejgamberi alayhis salam, për të cilin ashabët e pejgamberit alayhis salam thonin, pejgamberi në tërë jetën e tij ishte bujar dhe human, por kur ishte Ramazani, niveli i bujarisë së tij ngritej edhe më tepër. Niveli i bujarisë së tij arrinte kulminacionin. Ajo arrinte kulminacionin në ato net kur ai takohej me Xhibrilin alayhis salam dhe së bashku kujtonin fjalët e Allahut, mësonin për Kur'anin, zbërthenin Kur'anin, meditonin mbi Kur'anin, nga i cili Kur'an nxjerrnin ide madhore, nga i cili Kur'an nxjerrnin të gjitha virtytet e nevojshme për një njeri të shëndosh dhe njeri të formuar, nga i cili Kur'an i nxjerrnin të gjitha ato tipare për një besimtar të suksesshëm. Por parashtrohet pyetja, ne si besimtar, gjatë këtij muaji, arritëm apo jo që ta shfaqim këtë veti e të qenurit bujar? Vallë, a përfituan jetimet nga bujaria jon? Vallë, a përfituan të vobektit nga bujaria jon? Vallë, a përfituan familjarët ton nga bujaria jon? Apo mos vallë, edhe pse ishim në Ramazan dhe se Allahu kërkoi në mënyrë praktike, ta shijojmë se çka është dhimbja e të qenurit i etur dhe i uritur, dhe për skej kësaj ne nuk arritëm që të zhvishemi nga egoizmi, nuk arritëm që të zhvishemi nga individualizmi dhe nuk arritëm që të zhvishemi nga dashuria ndaj pasurisë, e cila ka mundësi të kishte depërtuar thellë në zemrat tona, e jo që të ishte ati ku don Allahu të jetë. Ati ku don Allahu të jetë pasuria e besimtarit është në xhep dhe në dorë, e jo në zemër, ashtu që ta jep në momentin kur ati i kërkohet ajo, dhe jo që të futet në zemër, dhe ashtu që kur ti kërkohet pasuria, kur ti kërkohet lëmosh për jetimet, për fukarat, për studentët dhe për nevojat e shoqërisë, ati i duket se je duke ja kërkuar shpirtin, ashtu siç nuk mund të jeton një njeri pa shpirtin në zemër, ashtu edhe ai nuk mund ta paramendon jetën e tij pa pasurinë të cilën e ka grumbulluar.
Pra vëllezër dhe motra të nderuar, arritëm që ta kultivojmë këtë veti, që më së miri e demonstroi pejgamberi alayhis salam, e demonstroi duke i dhënë edhe gjërat më të shtrenjta dhe gjërat të cilat i donte. Tregohet se një herë erdhi një grua e moshuar tek pejgamberi alayhis salam dhe ja dhuroi pejgamberit një xhube të bukur. Pejgamberi alayhis salam u ngrit, e provoi xhuben dhe e pa se ajo po i rinte shumë bukur dhe ishte tamam për trupin e tij. Por nuk kaluan disa minuta, vjen një ashab i pejgamberit alayhis salam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, apo ma jep këtë xhube?" Ashabët e pejgamberit alayhis salam u gjendën një situatë të palakmueshme, filluan të nevrikosen, si është e mundshme ky njeri të vjen në këtë kohë që ja kërkon pejgamberi xhuben që i rinte shumë bukur dhe tamam, dhe e pëlqeu pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi u ngrit në këmbë dhe ja fali xhuben atij. Pas pak kohe, ashabët e pejgamberit alayhis salam e qortuan dhe i than: "A nuk dihet të veproje diçka tjetër? A nuk dihet të kërkoje nga pejgamberi diçka tjetër përpos xhubës që e pëlqeu?" Ai tha: "Vallahi, nuk ja kërkova xhuben pejgamberit për shkak se ishte e bukur, por ja kërkova për një arsye. Mendova se sa do të jetë jeta që do ta kaloj së bashku me pejgamberin alayhis salam. Dhe vallë, a thua, çka do të mund të ndërmjetësonte për mua në ditën kur ta takoj Allahun, dhe e zgjodha që me këtë xhube unë të vorosem, të bëhet qefini i im, dhe me atë unë të vorosem dhe ndoshta do të ndërmjetëson para Allahut fuqiplot." Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, nëse ashabët e pejgamberit alayhis salam kanë dashur të përfitojnë nga mundësitë morale dhe ndihmat morale, po edhe ato materiale, për të ndërmjetësuar për ata në momentet e vdekjes dhe ringjalljes, parashtrohet pyetja: vallë, në thesarin e gjerë të moralit të pejgamberit alayhis salam, për të cilin Allahu fuqiplot thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju në pejgamberin alayhis salatu wassalam keni shembulltyrën më të përkryer. Ti vlla i nderuar dhe ti motër e nderuar, vallë, a ke hulumtuar në këtë thesar të gjerë të virtyteve të larta morale, se vallë, cili virtyt mund të jetë më i dashur për teje, që me praktikimin, që me aplikimin, që me jetësimin e këtij virtyti profetik ti nesër të shpresojsh që ndoshta ky virtyt, ky moral i yti, ky tipar i pejgamberit do të mundsonte që të ringjallesh së bashku me pejgamberin dhe të ndërmjetësonte tek Allahu pejgamberi për hir të asaj që ke qenë besnik sikur që ka qenë besnik pejgamberi, për hir të asaj që ke qenë modest, për hir të asaj që ke qenë bujar, për hir të asaj që ke qenë human, për hir të asaj që ke qenë solidar, dhe për hir shumë gjërave tjera të cilat do t'i gjejmë në thesarin e pashtershëm të personalitetit të pejgamberit alayhis salam. Gjitha këto gjëra Ramazani ka dash që të i kultivon në shpirtrat dhe tek ne, por parashtrohet pyetja: a kemi arritur që ne t'i thithim, t'i absorbojmë të gjitha këto veti? Dhe jam i bindur se ndoshta jo, për atë edhe do të vëresë Allahu fuqiplot edhe në përcjellje të Ramazanit prej neve kërkon që të pendohemi. Po pse të pendohemi dhe pse të falenderojmë Allahun? Të pendohemi dhe të falenderojmë atë nga se t'jeni të bindur se pa marrë parasysh sa kemi qenë të dhënë pas adhurimeve, pas leximit të Kuranit, pas lëmoshës, ne nuk kemi arritur ta kuptojnë madhështinë e këtij adhurimi. Shikoni se si Allahu fuqiplot na mëson që të kuptojmë se jemi të dopt dhe nuk arrim t'i kuptojmë dot
dhuratat e Allahut, mundësit e Allahut, rastet që Allahu na jep, për pejgamberit alayhis salam ja kërkoi edhe pas një fitore më të madhe që arriti, që ai realisht të pendohet tek Allahu fuqiplot. Këtë ja kërkoi kur në momentin kur e çliroi Mekën, idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Po edhe pas fitores që arritë të çlirosh Mekën dhe të shikosh se si njerëzit grumbuj dhe turma po hynë në Islam, fesebbih bihamdi rabbik, ti falenderoja Allahun, wastaghfirhu, dhe kërko falje për Allahut, nga se edhe në këto momente ekziston mundësia që shejtani të depërton dhe të thua se vallahi, ja korëm fitore, u treguam të fuqishëm, arritëm të mposhtim ndoshta armikun duke haruar për krahjen e Allahut. Edhe pas namazit, Allahu fuqiplot kërkon që të bëjmë istikfar. Pse? Se qenja jon dhe qëndrimi jon para Allahut fuqiplot nuk ka qenë dinjitoz, nuk ka qenë meritor, për atë edhe ne e dim që prej sunnetit është kur të japim selam në të djathtën dhe në të majtën, çka të themi 3 herë estagfirullah, kërkoj falje o Zot, kërkoj falje o Zot, kërkoj falje o Zot, nga se unë në namazin tim nuk kam qenë dinjitoz, unë nuk kam ditë të çmoj madhështin tënde, dhe ne në momentet kur përcjellim këtë muaj madhështor, ne duhet kërkuar falje Allahut, nga se nuk kemi qenë dinjitoz, nuk e kemi madhëruar ashtu si meriton madhëria e tij, nuk e kemi çmuar këtë dhunti të cilën Allahu fuqiplot na ofroi, dhe nuk kemi ditë të përfitojmë ashtu si që Allahu fuqiplot ka dashur. Për atë, ne duke i pranuar të gjitha këto dobësi njerëzore të cilet i kemi, por nga ana tjetër duke qenë të bindur në madhështinë dhe mëshirën e gjerë të krijuesit ton, me falje të cilat ja drejtojmë Allahut, me lutje të cilat ja drejtojmë Allahut, i lutemi atij që në këto momente kur dyert e mëshirës së tij pothuajse fillojnë të mbyllen dhe numri i atyre të regjistruarve të cilëve Allahu ua ka falur xhenetin dhe i ka shpëtuar nga xhenemi, ne lutim Allahun fuqiplot që dyrët e mëshirës së tij mos t'i mbyll para dobësive tona dhe ignorancës tonë. Lutim Allahun xheleshanu që në regjistrin e atyre të cilët i ka falur të jemi edhe ne. Lutim Allahun fuqiplot që në regjistrin e atyre që Allahu ua ka fal xhenetin të jemi edhe ne. Lutim Allahun fuqiplot, mëshira e të cilit ka përfshirë gjithçka, dhe premtimi i të cilit për ne është një inkurajim në ajetin për të cilën thot kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah, thuaj o ju besimtar që keni kaluar gjitha kufit në mëkate, në asnjë mënyrë mos i lejoni vetvetes që të humbni shpresën në mëshirën e Allahut. O Zot, ashtu siç na ke ndaluar që mos të humbim shpresën në mëshirën tënde, në faljen tënde, ashtu o Zot, edhe mos na i humb shpresat tënde në këtë mëshirë të gjerë. Pra në fund, i drejtohemi të mëshirshmit që të na mëshiron, i drejtohemi atij që e don faljen, që neve të na fal, i drejtohemi atij që e kemi njohur sikurse falës që ai të na fal, sikurse mbulues që ai të na mbulon mëkatet tona, sikurse mëshirues që ai të na mëshiron dhe nga ky muaj të gjithëve të pastër të na nxjerr, të mëshiruar, të pranuar në madhështinë dhe xhenetet e tij dhe të falur në mëkatet tona. Lutim Allahun xheleshanu që agjërimin e të gjithë besimtarve ta pranon. Lutim Allahun xheleshanu që lëmoshat e të gjithë besimtarve të i pranon. Lutim Allahun xheleshanu
që të gjitha veprat e mira të cilat i kemi bërë, Allahu fuqiplot t'i pranon, por e lusim Allahun edhe më tepër që pas Ramazanit mos na bën prej atyre që prej ditës së parë këmba jon do të rrëshqet, batariet tona do të zbrazen dhe personaliteti jon do të ndryshon, nga se ajo do të ishte edhe arsyeja dhe argumenti se Allahu nuk ka qenë i kënaqur dhe Allahu nuk e ka pranuar agjërimin ton. Kjo është dëshmi për të cilën kanë folur edhe gjeneratat e para, të cilat kanë thënë, nëse dëshiron të shikosh se një njeriut, një besimtarit dhe besimtares, ai është pranuar agjërimi dhe adhurimet tjera, shikoje atë se çka vepron pas Ramazanit, shikoje se si sjellet pas Ramazanit, a ka ndryshuar personaliteti i tij pas Ramazanit. Ne lusim Allahun të na jep qëndrueshmëri, lusim Allahun, ai që në duart e tij dhe mëshirën fuqinë e tij janë zemrat tona në adhurimin e tij të i përforcon dhe ka Islami dhe ka adhurimi të i orienton. U falenderit për ndigjimin dhe është Allahu fuqiplot, ne të përjetojmë kënaqësinë e të qenurit, rob të Allahut edhe pas Ramazanit. Mos jetë ëmbëlsira e adhurimit të cilin kemi shijuar për Ramazan një gjë që ja lejojmë dhe ja mundsojmë vetvetes vetëm se për një muaj, po le të jemi prej atyre që 12 muaj të plota, jeta për ne do të jetë një pranverë dhe adhurimi për ne do të jetë një ëmbëlsirë që do t'i jep kuptim jetës tonë dhe me jetë të tillë ne do të arrijmë që edhe në xhenetet e Allahut biidhnillah të gjejmë hapësirë për të jetuar të kënaqur në këtë botë dhe botën e ardhshme. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, Raditu billahi rabba wa bil islam dina. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasul.